Zoti Rugova, a sheni të duhur, a është korrekt faktori ndërkombëtar me Kosovën, me gjithë këtë presion? Tani, Kosova, që për mua është paradoks, vazhdon të jetë nën mosa ndëshkuese të Bashkimit Evropian. Për mu, të jetë e papranueshme. Unë mund të kuptoj hatërmbetjet, frustrimet të BE-s me vendimet të caktuara apo edhe kryesësi të leadershipit politik të Kosovës, që nga njerë sillet si kur tjetë një leadership adoleshent. Përfshi këtu të tre krerët institucional dhe akteret që merren me dialogun. Ta sjellësh Kosovën në prag 16 vjetorit pavarësisë, nën mosa s'dua t'i quaj sankcione së vërtet ndihem keq si në nënshkruesi deklaracës së pavarësisë, që Kosova dvije në këtë pozicion. Ka ndodhur disa tërheqje të vërejtjes në veçanti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe na kujtohet mirë ambasadori Hovenier, një njësi jashtëzakonshëm i marrëdhënieve shqiptaro-serbe dhe situatës politike, diplomatike dhe gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor, një mekisht shqiptarëve dhe i Kosovës. Disa herë na ka lutur që të koordinohemi dhe mos të marrim vendime kokë në vete, sepse ka pasur pretendime që edhe ambasadori Hill po e përgdhel Serbinë dhe Vučićin. Nuk duhet të harrojmë që ambasadori Hill bashkë me ambasadorin Holbrooke janë diplomatët kyç që kanë ndikuar që të bombardohet Miloševići dhe Serbia asaj kohe. Për një muaj e shënojmë 25 vjetorin e asaj date, që ishte rrezë shprese që një popull ma i vjetër në kontinentin e vjetër na kanose i shfarosja. Prandaj duhet jemi të jetë kujdesshëm. Përkundër vendimeve që bazohen ligje dhe në kushtetut, në procesin e dialogut, është aspekt jo vetëm politik dhe strategjik, është edhe geopolitik, sepse vija e kuqe ndikimit të Rusisë, që shtrihet deri në kufi me Kosovën, dhe vija e kaltër të ndikimit SBA-ve dhe aleatëve dhe NATO-s, takohen, fati historik e ka deshur që takohen mes Kosovës dhe Serbisë, në korridorin e ashtu quajtur korridori i 8. Unë dua të besoj fuqishëm që pas këtyre deklarimeve të zëvendësishëm sekretarit O'Brien, pas lutjeve ka pasur madje një demantim edhe nga ambasadori amerikan Hovenier. Tani, pas lutjeve që na i ka bërë ambasadori Hovenier, thjesht konferencën për media të ditës së pardjeshme të ambasadorit Hovenier, të njëjtën, unë e shoh si lutje miqësore drejtuar udhëheqësve institucional të Kosovës që t'jemi të kujdesshëm, sepse lufta në Ukrainë, konflikti tani në lindjen e mesme, është interes dhe i shkon në favor Serbisë dhe elementeve radikale dhe Rusisë konkret dhe tendencave të Rusisë që ta zhvendos vëmendjen dhe ta provokoj një konflikt në Ballkan, konkretisht